Situata rëndohet edhe më shumë, duke marrë parasysh se në rast mos ratifikimit deri në qershor, që përbën afatin e dytë të zbatimit të kësaj marrëveshjeje, ka rrezik real për kthimin në pikën zero sa i përket negocimit të saj. Kjo mund të përkthehet në vonesa në ekzekutim të fondeve, por po ashtu potencialisht mund të përkthehet edhe në rishpërndarje të fondeve, pasi plani i rritjes i Bashkimit Evropian ka klauzola të konkurrencës, me që rast vendet që performojnë më mirë në rajonin tonë mund t'i marrin fondet e vendeve që kanë ngjese për çfarë do lloji arsye, pra si në rastin tonë për shkak të mos ratifikimit. GLPS konsideron se askush nuk ka të drejtë të mbajë peng procesin integrues të Kosovës dhe të mohojë vendit tonë një përkraje të tillë financiare. Aq më pak, kjo nuk duhet të ndodhë nga deputetët që kanë marrë besimin e popullit për të shtyrë përpara integrimin dhe jo për ta bllokuar atë. Në rastin më të keq, në qoftë se vendoset për zgjedhje të parakohshme, atëherë duhet me do e mos të konstituohet kuvendi në mënyrë që të votohet për shpërndarjen e tij. GLPS në këtë rast rekomandon që të shfrytëzohet pikërisht ky moment, që të kalon ky projekt ligj sipas njën 85 të rregullorës së kuvendit që e parasheh procedurën e përshpejtuar në raste të veçanta ku një nga rastet është edhe interesi financiar, si në këtë rast.